Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Të dashur miq, duke patur parasysh se jemi në muajin e Ramazanit, muajin në të cilin Allahu xhaleshanu në suratul Bakare, ajeti numër 185 e përshkruan duke thënë shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj Ramazanit është muaj në të cilin zbriti Kurani. Andaj, në këtë mesazh të shkurtër të këtij transmetimi do mundohemi disa pika të shkurtëra të sqarojmë dhe të shqellojmë bashkarisht sa i përket madhështisë dhe elekuencës kuranore. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an, duke patur parasysh se muaj Ramazanit është muaj Kur'anit, zatën ne si besimtar duhet në këtë muaj që të merremi më shumë pas agjërimit, më shumë me Kur'anin famullar, duke lexuar, duke analizuar, duke medituar rreth ajeteve të Allahu xhaleshanuhu. Ne sot do t'japim një mesazh i cili do të ngjall kurreshqen ton ende më shumë për të patur një lidhje shpirtërore dhe meditative rreth ajeteve të Allahu xhaleshanuhu dhe rreth Kur'anit në përgjithësi. Allahu xhaleshanuhu, duke patur parasysh se në kohën e pejgamberit alayhis salatu vesselam, kur filloi shpallja e Kur'anit dhe vitet në vijim kur vazhdonin të zbritnin nga qielli ajetet e Allahut, mushrikët asaj kohe, politeistët, vazhdimisht akuzonin Muhammedin alayhis salatu vesselam, kinse Kur'ani është i trilluar, është një trillim i Muhammedit alayhis salam, është vjen si pasojë e ëndrave të tij, kinse ai është i smur mendor, kinse ai bashkëpunon me magjistar, kinse ai ka patur edhe kontakte her pas here me priftin e quajtur Behira nga Busra e Sirisë, kështu me radhë, me thonë, ata nuk e besonin vërtetësinë kuranore, duke e akuzuar pejgamberin alayhis salatu vesselam si trillues të Kur'anit. Andaj Kur'ani famullar në disa ajete, në 3 faza interesante që më bëri përshtypje, shpalli disa ajete kuranore përmes të cilave i sfidon mushrikët, politeistët e asaj kohe, por edhe ateistët e shekullit 21, duke ju thënë se nëse ju mendoni se ky Kur'an është një trillim i Muhammedit alayhis salatu vesselam, ose nuk është fjalë Allahu xhaleshanuhu, është një poezi, është një prozë, kështu me radhë, nëse ju mendoni se është kështu, atëherë shembull siç u thot në ajetin 88 në surën El Isra, ju thot shtu, estaidu bila bismillahirrahmanirrahim, i sfidon krejt njerëzit dhe xhinët, duke u thënë, kul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Thuaj, Allahu i thot Muhammedit alayhis salatu vesselam, o Muhammed, thuaj, nëse do të ishin tubuar të gjithë njerëzit, sa ka sot bota, 8 miliardë, disa qindra milion, të gjithë njerëzit, edhe të gjithë xhinët, edhe të bashkëpunojnë njëri me tjetrin, për të sjell një Kur'an si ky, nuk do munden. La ya'tuna bimithlihi, nuk do mund të arrijnë të tubojnë dhe të përpilojnë një Kur'an siç është fjala Allahu xhaleshanuhu, edhe në qoftë se ata bashkëpunojnë njëri me tjetrin natë e ditë, duke munduar të gjejnë gabime dhe të vërtetojnë se Kurani është i trilluar. Kur Allahu xhaleshanuhu pa që kjo nuk ndodhi dhe s'mund të ndodhte dhe nuk do ndodh kur deri në kiamet, e uli Allahu xhaleshanuhu dozën e sfidimit ndaj mushrikëve dhe politeistëve dhe ateistëve të sotëm dhe disa që mendojnë se Kurani nuk është fjalë e Allahut, e uli dozën e sfidimit duke thënë fetu bi ashri suverin mithlihi. Atëherë nëse nuk mund të përpiloni një Kur'an si ky, hajde përpiloni të paktën 10 kaptina, 10 sure si sure të Kur'anit, qofshin ata mufterejatin, qofshin ata të trilluara, edhe ju trilloni si këto që i ka trilluar në thojza Muhammedi, por ajo nuk është trillim i Muhammedit alayhis salam, por është shpallje që vjen nga i lartëmadhërishmi Allah xhaleshanuhu. Kur Allah xhaleshanuhu pa që kjo nuk ndodhi, atëherë e uli ende dozën e sfidimit në një sure, duke thënë fe'tu bi suretin min mithlihi.
thot atëherë Allahu, nëse mendoni se ky Kur'an është i trilluar nga Muhamedi, atëherë edhe ju bëni të paktën për piloni, vetëm një sure, vetëm një dovë të shkurtër, sikur është Inna Atayna kështu me radhë, edhe këtë nuk arrin ta bojnë dot. E dini pse vëllezër dhe motër të nderuara, sepse çdo gjë që përmban Kurani, nga aspekti poetik, nga aspekti i mrekullive kosmologjike, e kështu me radhë, gjeografisë, anatomisë, biologjisë, gjithë shka që përmban Kurani nga këto mrekulli të ndryshme, shihet qartë që Muhamedi a.s. i cili jetoi në shekullin e 7, nuk kishte mundësi të sillte disa vendime shkencore dhe përfundime shkencore të cilat i përmban Kurani dhe nga të cilat sot bota mahnitet dhe habitet, edhe thot vet bota shkencore sot se si ka mundësi Muhamedi të i ketë ditur gjitha këto mrekulli në shekullin e 7 që është shumë e pamundur. Unë sot u ndale vetëm në një pikë interesante që më bëri përshtypje gjatë leximit, dashur vëllezër. Allahu xhaleshanuhu për të vërtetuar dhe për të ngritur nivelin dhe elekuencën kuranore, na bën me dije neve se çdo fjalë, çdo shprehje Allahu xhaleshanuhu e ka kuptimin e saj dhe kuptimin e vet dhe Allahu askundi në Kur'an nuk shprehet rastësisht me një term të caktuar. Ndërsa ne, ndoshta edhe nga varfëria apo nga mungesa e termave të gjuhës shqipe në disa raste për t'i përkthyer në mënyrë adekuate disa fjalë nga Kurani, i përkthejmë krejt disa fjalë me një fjalë në gjuhën shqipe. Për shembull, e marrim bazuar në ajete kuranore. Allahu xhaleshanuhu për termin grua nuk shprehet gjithmonë njësoj. Ne të trija termet, për shembull, gruaja në Kur'an disa herë emërtohet si imre'e, që përkthehet direkt shqip grua, disa herë Allahu xhaleshanuhu për gruan thot zauxhe, që ne përsëri e kemi përkthyer si grua në Kur'anin famëlar. Edhe disa herë për gruan, për të njëjtën grua, shprehet si sahibe, shoqe. Ne e kemi përkthyer si grua. Do të thonë, këto imre'e, zauxhe edhe sahibe në gjuhën shqipe nuk përkthehen të trija grua, kanë kuptim të ndryshëm. Ato aludojnë për gruan, por në përkthim nuk duhet të e kuptojmë për të trija termet njësoj. Për shembull, Allahu xhaleshanuhu kur e përmendën termin grua ose arabisht imre, në Kur'an përmendet disa herë, për shembull imre'atu Lutin, gruaja e Lutit. Wa daraba Allahu mathalan lil ladhina kafaru imra'ata Nuhin. Allahu për ata të cilët nuk kanë besuar solli shembullin e gruas së Nuhit. Wa daraba Allahu lil ladhina amanu imra'ata Fir'aun. Allahu xhaleshanuhu për ata që besuan solli shembullin e gruas së Faraonit. E kështu me radhë. Shifni, apo imre'atul Aziz në surën Yusuf, e kështu me radhë. Do të thonë, të gjitha këto ajete që i përmenda, për gruan, tamam për gruan thuhet imre'e. Kur thuhet për gruan imre'e në Kur'an? Thuhet, thot, simbas komenteve të Kur'anit famëlar, Allahu e quan gruan me termin imre'e në rastet kur mes çiftit bashkëshortor, thot, mes çiftit bashkëshortor ekziston vetëm lidhja fizike dhe mungon lidhja shpirtërore dhe harmonia dhe dashuria mes atyre dyve. Për shembull, gruaja e Nuhit nuk i besoi Nuhit a.s. Do të thonë, ata kishin vetëm lidhje fizike dhe mungonte lidhja shpirtërore, harmonia dhe dashuria. Gruaja e Faraonit ishte grua besimtare dhe ata kishin vetëm lidhje fizike dhe nuk kishin lidhje shpirtërore dhe harmoni as pak, sepse ajo më në fund besoi Musën a.s., besoi Allahun një dhe Faraoni e vrau atë. Sikur ta kishte dashur Faraoni nuk e vriste gruan e tij. Do të thonë, prandaj Allahu për këto lidhje bashkëshort ose imre'et e Lutin, gruaja e Lutit, thot. Pse se mes gruas e Lutit dhe Lutit nuk kishte një lidhje shpirtërore, vetëm lidhje fizike, sepse ajo nuk besoi dhe Allahu e dënoi atë. E kështu me radhë, do të thonë, në këto raste Allahu termin imre'e e përdorën në Kur'an vetëm për ato çifte bashkëshortore, të cilat kanë vetëm lidhje fizike dhe mungon lidhja shpirtërore. Për ato çifte të cilat kanë lidhje të shëndosh edhe fizike edhe shpirtërore, Allahu xhaleshanu e përdorën termin zauxhe, nuk e përdorën termin imre, grua që do të thonë. E përdorën termin zauxhe që në shqip shkon i përshtatet shumë bashkëshorte.
Më thonë, bashkëshorte është më afër se sa grua. Grua i thuhet vetëm asaj gruaje mes të cileve ekziston një lidhje fizike dhe mungon lidhja shpirtërore dhe emocionale edhe dashuria mungon mes tyre. A bashkëshorte, kur thotë Allahu bashkëshorte, do të thonë, mes këtij çifti ka një harmoni, ka një lidhje edhe fizike, edhe shpirtërore, edhe emocionale. Për shembull, dy shembull do t'u sjell në Kur'anin famullar Allahu xhaleshanu kur thot për shembull për Ademin alayhis salam, wa ya Adamu uskun anta wa zawjuka al-janna. O Adem, bano ti dhe gruaja jote në xhenet. Ama këtu nuk përkthehet gruaja, këtu përkthehet bashkëshortja jote. Shikoni, pse? Sepse lidhja shpirtërore dhe fizike dhe emocionale ekzistonte mes Ademit dhe Havës, prandaj ka përdorur Allahu xhaleshanu termin zauje, bashkëshorte, jo grua. Edhe për Muhammedin a.s. kur Allahu e urdhnon Muhammedin a.s. që t'ju thot grave të tij që ato të mbulohen dhe grave të besimtarëve, thot ja ayyuhan nabiyyu, o ti i dërguar, kulli azwajike, thuaju bashkëshorteve tua. Nuk i thot thuaju grave tua, edhe pse në Kur'anin famullar në gjuhën shqipe mund ta gjeni si përkthim grave. Ama tamam përkthimi duhet të jetë bashkëshorteve. Pse? Se mes Muhammedit a.s. dhe mes bashkëshorteve të tij ekzistonte edhe lidhja fizike edhe lidhja shpirtërore. Si përfundim do të përmendi vetëm rastin kur Allahu xhaleshanuhu përmendën për një pejgamber, për shembull për pejgamberin Zekeria alayhis salam, i cili nuk kishte fëmijë deri në pleqërinë e thellë, edhe ai bëni një dua që Allahu t'i jepte një fëmijë që më vonë dha Yahyan alayhis salam. Edhe Allahu xhaleshanu tregon se fillimisht kur flet në një ajet për Zekerian, e përmendën gruan e tij. Për shembull kur thot qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati akira, thot o Zot, si do të kem unë fëmijë kur gruaja ime është sterile. Shikoni, fillimisht kur Zekeria dhe gruaja e tij nuk kishin fëmijë, Allahu e përdori termin grua, imrae. Pse? Se thot çiftet, jo domosdoshmërisht të gjitha çiftet, por shumica e çifteve të cilët nuk kanë fëmijë, Allahu nuk i ka gëzuar me fëmijë, këto ka një lidhje fizike, por mungon lidhja emocionale edhe lidhja e harmonisë bashkëshortore me këtyre dive. E ka një lidhje të ftohtë shpirtërore, të zymt janë të dy, se nuk janë të gëzuar me fëmijë, andaj Allahu për këto çifte përmendën termin imrae, grua. Pastaj thot kur Allahu, interesant thot, kur Allahu ja dha djalin Yahyan alayhis salam, në pleqëri ju dha fëmijë, Allahu e përdori termin bashkëshorte, nuk e përdori termin grua ose imre, por e përdori termin zauje. Wa aslahna lahu zauje. Mbasi Allahu i dhuroi Yahyan, edhe ja përmisoi, do të thonë e bëri të përshtatshme, edhe pse ajo ishte shumë plagë, por mrekullia Allahu leshanu është ajo që nuk mund ta ndalë askush, dhe Allahu në këtë rast thot kur ata u bën me fëmijë, e përdori termin bashkëshorte, jo grua. U aslahna lahu zauje, ja përmirësuam bashkëshorten Zekerijes alayhis salam. Pse? Se mbas lindjes së fëmijës, që Allahu dha fëmijë, u rilindi ajo dashuria që ishte vetëm fizike, tani u bë dashuria edhe shpirtërore, edhe emocionale, edhe Allahu xhaleshanuhu dashur vëllezër dhe motra na bën me dije se ky Kur'an në çdo fjalë, në çdo pikë, në çdo rresht ka qëllime dhe urtësi jashtëzakonisht të mëdha. Andaj është rasti shumë i mirë që sidomos në muajin e Ramazanit të vazhdojmë dhe të meditojmë rreth ajeteve të Allahu xhaleshanu, sepse ashtu kanë thënë edhe dietarët, 1 minutë meditim rreth ajeteve të Allahu xhaleshanu, Allahu e shpërblen sikur me bë ibadet 60 vjet ibadet nafile. Allahu na shpërblet të gjithëve, Allahu na bëft kabul muajin e Ramazanit inshallah, dhe miru pafshim deri në emisionet e radhës. Wassalamu alaikum.